Janës Drenicës, vitin e kaluar e humbi jetën në ndërtimtari, sepse paradite, ushtar i jashtëzakonshëm, njeri i jashtëzakonshëm, paradite punonte si punëtor, si ushtar i Forcës Sigurisë Kosovës, mas dite, për të siguruar mirëqenie për familjen e tij, detyrohej që të punonte ndërtimtari. Dhe sa raste të tilla e kemi pas kohën e fundit, prandaj politikat e zotit Hamza synojnë që rritja e pagave të ndikoj edhe në dignitetin e punëtorit FSK-s, ushtarit të Kosovës, policit. Do ta heqni këtë kufizimin që veteranët mos edhe këtë kufizim, edhe kufizimin për familje. Sepse ka kufizim momentalisht, nuk mund ta marrin dot pensionin. Edhe kufizimi tjetër për familje të dëshmorëve, pra edhe veterani, edhe familja e dëshmorëve, nuk duhet të zgjedhë pra një familje e dëshmorit ai takon pensioni i moshës apo pensioni i atij që ka rënë për Kosovën. Pra ata i takon me të drejtë, se ka shumë familje që kanë dhënë shumë për Kosovën dhe duhet ta gëzojnë edhe pensionin e dëshmorit, por edhe pensionin që ja u garanton mosha. Më lejoni që t'i bëj unë. Mirë, bëni edhe pak komente zonja. Tha që ka shtete që se kam një pyetje shumë siduese për Gencin, që besoj edhe do të bëhemi viral pastaj. Bëh gati për një pyetje të befasishme. Për mua është vetëm çka është më rëndësi për pyetjen, edhe po e sqaroj se nuk e jo, tha që shtetet të cilat subvencionojnë rrogën pasi det. Janë shtetje megjithatë me politika sociale. Absolut. Vetëm të tregoj. Amerika nuk i ka, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë. Nuk i ka, po na jemi evropian, na gjendemi në Evropë tash, edhe sistemin juridik e kemi kontinental, nuk e kemi na sikur Amerikan, se është nonën tjetër edhe kemi disa gjanat për afërta që i marrin prej Gjermanisë, kryesisht Austrisë, vendeve që kemi edhe diasport madhe. Për sqarim, si parashihet fundi për papunësi, se po ma merr mendja që duhet kështu të funksionon. I merr 80% të rrogës për një vit. Për atë një vit ti ki mu angazhu, ki me shku me vizitu kurse, ki mu përgatit për tregun e punës, ki mu bë nga dalë gati për me punu për sëri. Se nuk o ideja ti me najt një vjet e me marrë të hollat. Pos të tjerave, pas një vitit automatikisht bjen atë skemën sociale që i marrin, do më thonë atë minimumin. Unë mendoj që njerëz të ri, të shëndetshëm dhe ata që janë të gatshëm për punë, ata nuk do të presin as një vjeçarin. Mirë po është mirë i Zotit në Kosovë që njerëz jesin pa punë edhe mundesh me mit pa bukën e gojës. Ke punu, ke dhënë kontribut, edhe ty t'japin 45 euro skem sociale. Këto është dash shumë ati me bo. Unë për mu pyetja konkrete për këto që se dikush mundet më tregu, cilat kanë me qenë konkretisht masat ligjore edhe buxhetore ku keni mi marrë të hollat për me bo. Se që kjo ideja është tepër e mirë edhe e nevojshme, është e padiskutueshme. Regjia, nëse kemi gati materialin, më ktheni mua, më nxini mua në dalje. Gjithë vëmendja duhet të jetë tek unë, Genci edhe video që do të nxjerr. Në fakt, miq, në vitet 90-ta, ne si shoqëri natyrisht kishim dalur me këngët e Sabri Fezullahu, të Sinan Vllasaliut, na sokohe, rriteshim pak me ato këngë, të cilat flisnin për dashurinë dhe për mërgimin, derisa në skenë u shfaqën ritmi i rrugës, Ent në Engjëjt dhe të tjerët, të cilët filluan të na sillnin rap, R&B, pop, një lloj zhandri i cili për kosovarët në fakt ishte edhe një lloj revolucioni kështu dhe një lloj shprehje e padrejtësisë që na bëhej në raport me shkeljen e drejtave të njeriut të cilën e përjetonim çdo ditë në çdo rrethon, në secilin sokak do të thenim ne në Prizren, në secilin rrugë, në secilin qoshe të secilit qytete, secilës lagje dhe fshat. Dhe kjo R&B, pop dhe kjo alternativa në fakt sillte përveç tjerash edhe protestën. Sot jemi në vitin 2025, po flas për 3 dekada me larg. Njëra nga kolegët asaj kohe të Gens Prevlukaj, të Ent në Engjëjve, ka sjellur një këngë. Unë dua ta nxjerrim këngën dhe dua ta dëgjoj komentin e Gencit për këtë këngën. Dëgjojmë këngën. Nga po vjen alibi